Shikos dashton, jemi me 24 mars, në ditëlindjen e Albin Kurtit. Jemi me 24 mars, ditën e bombardimeve. Po, ditën e bombardimeve, pra para 26 vjetëve. Para 26 vjetëve kam fillu bombardimet e NATO-s edhe shpëtimi e janë. Këta të flasim për diçka krej tjetër, është koha e autoshkollës Qendra. Këtu e kemi lavdimin për autoshkollës Qendra, që është ekspert i komunikacionit, i ka 2 libra të botum për çështje të ndryshme në trafik, të rregullat të trafikut, po të ne ka dhe etikën, ishte etika në trafik. Etika dhe kultura inexistente në trafik. Ty janë ispejteje? Prej meje, pse çka une? Kulturën trafik, skiti kulturën trafik. Më dhe që i shoj njërë, se kështu për ndryshe në sjellje me kërë. kërë. Pa e së shkulturë. Ti është kulturën tonë. Në shoj njërë së të kështë kulturë. Me bo me shatë dikon në provim të vëziti sa të rëzojnë? Nuk është e përsaktuma e pjesë, por nuk është e mirë. Nuk është e mirë Nuk ndodhë, në realitet në provime nuk ndodhë ato zona. Ta më puna. Mirë, e pam një lajmë aherët në këtë lajmin për aplikacionin Waze, që njerëz mundën me informu në aplikacion, njëjtë si në Google Maps që mundesh me informu për naj rrugë që mbyll, për naj aksident, ose diçka që me informu dhe tjertë, me këtë aplikacion mundesh me ditë informon se ku janë të vendosën policia, edhe me ditë njerëz se ku janë policia. Dikush tha që duhet mu gjobita dhe njerës që raportojnë aplikacion, që është e pa mundën, është edhe që sharake, po që sheti që të aplikacion edhe, a kontribon kjo në siguri, apo jo? Se edhim që ka do vende, edhe në Kosovë, ku shkruan që ka radar të policisë, ka edhe me shej, dhe më thonë, se edhe policia du të më kone vreqme prej vozicit, se a i me ndalë shpejtësin para se me ranë radar. Se përket kësaj pjesës e policisë me radar, policia dhe momentin kur del me radar është për me vjedësu shoferët që du të ngasin si pas regullave. Nuk është për ti gjobitër shoferët që ngasin veturën. është gjithmonë për ti vjedësuar. Se përket aplikacionet, i kemi në gjitha vendet evropiane apo botërore që nuk mund të ndalin aplikacionet, çfarë do të jenë ato aplikacione? Ka pasur edhe një grup, nuk e di a ekziston ende, është edhe një grup në Viber, do thotë që lajmërojnë se ku gjenden policia, po ti nuk mundesh me ndalu sepse as nuk ka nen, as nuk ka ligj që mund të ndalon atë pjesë. Edhe mbi gjitha është edhe pa logjikshme se ti mund të ndaloj dikujt shembull siç ka shënon shembull nëpër rrjetet sociale apo në këtë rast në grupe shembull që ekzistojnë apo edhe në aplikacione. Ki edhe emisionin radar të dita doli që pas qëllime ka pas, me thirr njerëz për kallzu ku ka radar. Po, është e vërtetë ajo që nuk mund të ndalin këto aplikacione që ekzistojnë sa i përket pjesës së radarëve. Nuk mund të ndalin nga policia. Me u ndalë edhe lajmërimi i vozicëve njëri tjetrin në momentin kur e bëjnë me drita. Shumë shpesh e shohim këta të ndodhë në komunikacion, sidomos gjatë mbrëmjes. Gjatë këta s'mundesh me ndalë, besoj. Nuk mund të ndalon nëse informon personin tjetër, por është ndaluar nëse i përdor dritat e gjata. Do thotë neni që e ndalon përdorimin e dritave të gjata. Dhe në atë pjesë mund të gjobitet personi nëse vetëm e lajmon dikon tjetër me dritat e gjata, sepse është ndaluar përdorimi i dritave të gjata, do thotë në kushtet kur nuk janë të lejuar. Po e sheh si diçka pozitive në çfarë do aspekti përdorimin e këtyre aplikacioneve, apo e sheh diçka që thjesht e rrit kujdesin në momentet e caktuara, po mandej pa kujdesin pasi që të kalohet radari. Në këtë pjesë, normal që personat që përdorin këto aplikacione mandej lirohen atë aspektin ku nuk ka, do thotë, njoftim për policinë, është më e rrezikshme në atë pjesë për shkak që gjithmonë e përcjell aplikacionin vetëm ku jep aplikacioni policë ato ka kujdesin, ndërsa pjesën tjetër të rrugës nuk ka kujdesje. Fakti nuk është që kontribon, do thotë, në të mirën e vendit. Edhe unë s'mendoj që kontribon për mirë, do të thonë se diku tani njerëz vozitin 200 km/h kur e dinë që nuk ka polici. Po nëse policia dalin me njerëz që ato edhe i ndrojnë vendet më shpejt, atë ndoshta edhe mund. Në vendet evropiane është i njëjtë shembull marrim me Gjermaninë, por për atë arsye i kanë, do thotë, radarat mobil që janë lëvizës edhe i zhvendosen për një vend në një vend tjetër. Vetëm për këto arsye shembull që lajmërohen edhe evidentojnë ku janë radarët, edhe kanë bërë si zgjidhje
që tjetë radari mobil që të lëviz për një vend në një vend tjetër dhe për atë arsye gjithmonë kanë kujdesje edhe pse i përdorin aplikacionet. Po na fatkeqësisht se kemi atë zhvillim deri Po për atë arsye shteti gjithmonë do të jetë një hap para që të ndërmerr do thotë për mundësi që të largohen këto dukuri nëse vetëm ekzistojnë si dukuri negative. Që ky aplikacioni radari i pas ka 11.000 antar. Që ky Waze? Jo, Viber. Që ky grupi chat në Viber i pas ka 11.376 antar, dhe më thonë që informohen të në ku ka radar. Mirë. Ti pjesë e grupit, a? 11.000 një me ty, a? 11.376, që tash buon 377. Ja, veç ma dërgun si screenshot, dhe më thonë, sa ka, dhe më thonë, si. Që tash pas ka radar të ex-fisi këtu Prishtinë Fushkosovë të rruga. Veç ta dini, dhe më thonë, jo, informum. Mirë, hajde të këshyrim testet, kemi lajmëru para 2 dite që testet kanë ndryshu. Dhe më thonë, tash testet janë në të reja, edhe nuk janë mo me 2, 3, 4 opcione, 2, 3, 4 opcione, janë mo me 1, 2 ose 3 opcione testet autoshkollës, tash janë veç me një opcion të sakt. Ade, t'ja fillojmë prej prej fillimit, mas mirti. T'ja fillojmë prej fillimit. T'ja fillojmë prej fillimit. Dhe më thonë, pyetja e parë, po du me testu me këshyr apidina pyetjet, dhe më thonë, apo na do këtë ma i fështirë këtë test, apo jo. Hajde për janisim me njëherë. Ko, po besoj kemi mjaftushëm. Besoj edhe une që kemi kohë mjaftushëm, edhe i him pyetjeve rentash, bashkë me Erzën, që tash në i tregon regjia në i qëtë fotën. Edhe lavdimin a kalzën ku po qëndrojmë. Edhe lavdimin a i kalzën. Dhe më thonë, sa pyetje në total në test? Janë 20 teste, për kategorinë B është fjalla, janë 20 teste nga 30 pyetje gjithsej, që i bje, do thot janë 600 pyetje komplet në total, por mendoj që janë shumë të leta në aspektin se si kanë qenë ma heret, edhe nuk janë asë shumë pyetje, sepse mund të themi që vetëm ne jemi në rajon që kemi vetëm 600 pyetje, se çdo shtet tjetër i ka mbi 1000 pyetje i ka. Unë kur e kam mësu testin në vitin 98, e kam pas një libër shumë i trash, do më thonë, mbi A4 o kon i madh, o kon shumë i trash, i ka pas diku me zdisa mira pyetje, edhe i kom hi zdisa herë, dhe isa kom ranë 4 pyetje gabim, edhe të një kom hi në test, do më thonë, me mira pyetje kem pas, kështu si 600 pyetje me mësu. Nuk janë shumë 600 pyetje, edhe ne kemi pas 1000 pyetje më herët, por janë reduktu, do thotë janë vetëm 600 pyetje, edhe nuk janë shumë, por edhe nuk janë trona ma shumë, sikur në çdo vend tjetër janë ma shumë janë logjike, se sa që duhet të ndalëm ashtu të mësojmi tamam se si duhet jetë. Në total një kandidat duhet me mësu 20 teste. Po, 20 teste në gjitha ato pyetje që mund të binë për vend që i bie prej 30 pyetjeve. Shumë e thjeshtë. Hajde, a ju lejohet ndrimi shiritit për këthim majtas në këtë situatë? Po, vetëm nëse vetura zhvillon shpejtësinë maksimale, jo në asnjë rast, po duhet vështruar trafiku nga prapa pasqyrët këndin e vdekur edhe me sinjalizu me tregues të drejtimit. Cila është? Besoj që e me shpejtësi maksimale. Jo, e fundit. E fundit, në tret. Me këshyru apo rezikon edhe këtë tjetër, sepse kemi vijen me ndërprerje, shiritin me ndërprerje dhe kemi të drejt. Po t'i shkone kundërta në anën tjetër të rrugës, e kemi vijen e plot, kështu që atëherë kishim pas të pamundur me lëviz. Gjithmonë të pyetjet në sharim për kandidat, gjithmonë të pyetjet, unë shpesh u thom, lexon e më shumë pyetjen se sa opsionet. Se nëse te lexon pyetjen dhe shef figurën, kur e ke me figurë, ti vetëm opsionin ke me ditë se cili është i saktë. Pse e ke vijë të ndërprerë edhe që ke të drejtë, nëse është vije e plotë nëse nuk ke të drejtë, por gjithmonë do të lexohet 3 herë pyetja, një herë opsioni i përgjigjeve. 4 me 4 jena me pikë. Pyetja e dytë. Cila sjellje është e drejtë në këtë situatë? Këshireni foton edhe këtë migjën këtu në djathtë, me thonë sjellja është e drejtë me kruhund. A largoj këmbën nga pedalja e gazit, nuk jep gaz, duhet të vazhdoj me të njëjtën shpejtësi, nuk ndërmarr asgjë pasi që këmbësori është i moshuar.
Cili opcion është? E Që para. veç po vrenë që janë pyetje shumë të Shumë lehta, të mendoj lehta. që nuk janë Po, as trona sa e bojnë një numër i vogël, më të themi, i kandidatëve, me janë shumë logjike dhe janë shumë të lehta. Nuk është e pamundsme të kalohet provimi, sidomos me këtë kohë që janë ndryshuar. Me përdor logjikën, po Bajnë me 8 piki ki. Është shumë normale, unë i them shpeshherë kandidatëve vetëm 7 ditë, e largon Facebookin, Instagramin një orë, e lexon provimin ti kemë kaluar. E kalu me lezu provim për 2 ditë, për 2 ditë sa kalojnë njerëz në Instagram, sa kalon Erza në Instagram e në TikTok. Erza e ka marrë lirë 6 orë i kalon ditë sigurisht, edhe prap i vyn 5 orë me të përgjigj nëse janë kur e pyet në WhatsApp për punë. Mirë, pyetja e tretë, çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë? Duhet me shpejtësi të rritur të lëvizi pranë autobusit, duhet të ndalen prapa autobusit derisa bëhet ndalja e hyrja udhëtarëve. Në këmsor duhet të kem parasysh, do më thonë, në këmsor që dalin përpara dhe prapa autobusit dhe mund të kalojnë rrugën. Do më thonë, qëto opcionet, kur janë opcionet, veç me një opcion të sakt, shumë thjesht apo më do këtë, 9-3. E treta, se dush me pas kujdes se gjithmonë kime pas këmsor të pak kujdesshëm që dalin edhe në anën e përparme të autobusit. Që janë vonë të ngapër me në zonë autobusin, ose do sa kanë dalë për autobusit janë të ikë se autobusit për do me dalë për stacionit. Vetëm të kjo pjesë autobusit, shemull për morëm nëse janë 4 tregusit, ndryshon do thotë opsioni i përgjigjeve. Zakonisht të kandidat gjithmonë e ngatrojnë këtë pjesë, sepse nuk e përcëll foto që është me një tregus djathtas, apo ka tregusi majtës, apo i ka 4 tregusit. Sepse nëse është me 4 tregusit që i borë në zonësa, po supozojmë, autobusi atër du të mundal mjeti që është mrapa, por du të ndalit edhe mjeti që është para autobusit. Okej, nëse i ka 4 tregusit, zakonisht nëse edhe të majtën, duhet që këshiriti që e nanat duhet munal gjithë edhe këto, po edhe këto të sharojmë, se të na pak respektuar në përvene evropiane respektuar gjithë kohën. Pra të arsye, mendoj që është edhe prap gabim që i kam mbyll këto pjesë që janë gjepat e autobusëve, vend qëndrimin e autobusëve, vend dalin në realitet. Autobusi kur jep tregus anën e majt, që tregon që po niset në ashrit që e është, apo nëse kyqet në shritën e afër që është për autobus, mjetët që janë mrapa janë të detyrueshëm të ndalen. Janë të detyrueshëm të ndalen të jellojnë mundësi autobusit të kyqet. Jo të jellojnë përparësi si që mendojnë që pije përparësi, është të detyrueshëm të jenë përparësi. Autobusi gjithmonë ka. Gjithmonë autobusi në qytet, tërësot, në vendbanim. Nësa jashtë qytetet, jashtë vendbanimit, atër autobusi pret derisa të lirohet rruga dhe mund të vazhdoj rrugën. Mirë, 3 pyetje nga 4 pikë, 12 pikë i kena. Okej, pyetja e 4, çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? Në zvogëlim të distancës anësore të sigurisë. Okej. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? Në zvogëlim të distancës anësore të sigurisë, do të jemi gatshëm të reagojnë në rast nevoje, do të përdori shenjen akustike borin që këmsorët të largohen nga rruga, edhe do të shoj. Okej, këtu dikuj mundet më dok që edhe do të jemi gatshëm të reagojnë në rast nevoje, po kjo është normale për gjitha, apo që do të më koni gatshëm të reagu në rast nevoje, po përgjigjja saktë është në një, në zvogëlim të distancës anësore të sigurisë, apo se i kam ma afër këmsorët, duhet më ikë pak. Po, ama dëgjojmë këtu thot në zvogëlimin distancën. Nëse është në rritjen e distancës, po. Do të këtu mund të ketë shembull ato pika që mund të hutohet kandidati. Kesh kuptohet. Po. Se shembull opsioni është kesh kuptoj për shembull unë. Po, ata e vrejta. Në zvogëlim të distancën, na nuk do të zvogëlojmë distancën, do të rrisim distancën. Do të rrisim. Është në rast në këtë rast atëherë është po veçanë që kuptoj unë këto pe kuptoj që duhet të kem parasysh që mu ka zvoglu distanca mes meje dhe pjesëmarrësit tjerë në komunikacion. Do të thonë që shtu pe kuptoj unë që pyetje, që përgjigje. Po, ama opsioni thot në zvogëlim me zvoglu distancën. Në realitet më ofru këmsurit më afër. Kjo është nuk është gabim, do të thonë duhet më kon. Duhet me përdor shenjën akustike. Jo, e dyta do të jetë i gatshëm të reagojnë në rast nevoje. Nëse ti je i gatshëm të reagoj, kuptohet që ti ke rrit distancën e sigurisë, jo me zvoglu distancën. Mi këmsorve pak. Po. Pëzojmë qëto që unë e husha. Të dy, se asën s'kesh të thonë, kesh e pajtimit që duhet me koni gatshëm për me reagu në çdo situatë. Po, reaguam, se nëse përdoremi burin, na prapë se prapë nuk e kemi sigurinë tonë, atëherë vetëm që e tërhek këmsorën nga buria, por nëse ne jemi të gatshëm, atëherë na largohemi, sepse këmsorë mund të jetë
po supozoni ai smut psiqikisht të kot e përdor burin sepse ai nuk din të Po, largohet. me qeni gatshëm edhe me frenu, për shembull, se nëse dalim në anën tjetër për një lloj tej kalimi të vogël, mundemi me rreziku veturën tjetër që është duke ardhur rrugës, kështu që Gjithmonë, për atë arsye shoferi gjithmonë është fajtor nëse ndodh me komësor, sepse shoferi posedon patentën dhe në rast të patentës ai ka kaluar disa kontrolla shëndetësore. Sa ma shumë që den ma shumë ki përgjithësia. Ma mirë më kom budall. Mirë, çka duhet të keni parasysh në këtë situatë, do më thonë, ideja është që, jo, në të kalume në kthejme pak, ideja është që kjo po do më thonë që në zvoglim të distancës anësore të sigurisë, do më thonë, duhet keni çka duhet me bo, po të vetë, po një me kjo gjusisht, nëse ulem qëtash me gjuhtar, edhe i analizojmë qëta, gjusisht nuk është të shtrume mirë pyetja, kështu që duhet me pas parasysh edhe ata ka cent, po mësohen. S'kemi shumë kohë dhe 8 minuta, nëse smrime vazhdojmë pjesën e dytë në të hanën ardhshme, që duhet keni parasysh në këtë situatë, pyetja e 5, duhet të ndalim për të dhënë përparësi kalim këmësorit. Derisa të vendoset edhe ndalje. Do të vazhdoj televiz djathash pa ndalur, por me kujdes të shtuar, unë ngas vetëm drejt. Veç drejt, vetë Po përderisa jemi në këtë pozitë edhe shenja në rrugë po tregon që kthimi është djathtas e fundit bjem poshtë, edhe kjo do të lëviz pa u ndalur e para. Do të vazhdoj të lëviz djathtas. Jo, e para është. Lezoj e mirë. Okej, e ke që kuptova pa u ndalur këta. E dyta opcioni, sepse në semafor të gjelbër zakonisht në për kthime, sigur në rastin që kemi këtu shpesh herë komësorët e kanë të gjelbërtën. Kur komësori ka të gjelbërën kuptohet që do të jepet përparësi, po në këtë rast nuk thotë që ka, po edhe kështu që është e dyta. Pyetja e gjashtë, cila sjellje është e drejtë në këtë situatë? Tash. Të frenoj, duhet të lëvizi me shpejtësi të njëjtë, nuk ndërmarr asgjë, biciklisti nuk duhet të lëviz në rrugë. E para kuptohet, që dush me frenu. Edhe unë kisha thënë e para, është e para ashtu? Po. Zbën me shkelë biciklistë. Nuk duhet. Mirë. Qa ka lypaj me dalë rruga të? Po dhe bashkë. Shenja e trafikut plus midis dimrit. Shenja e trafikut paralajmëron rrezikun e përgjithshëm në rrugë. E sakt e posakt. E sakta e posakt, Erz. E kush të opsioni tretë? S'ka. E saktë. Pra ta kanë lehtu shumë, sepse janë dy opsione. Shumë e pas kanë lehtua. Shumë është i lehtë, nuk ka problemo. 23 piki kena qëtash, Erz. Dët. Shenja e trafikut paralajmëron afërsinë e kthesës së rrezikshme majtas. E sakta e posakt? E saktë. Okej, 26 pikë. Të japi merë pikë tu për gjigjona. Shenja e trafikut paralajmëron kryqëzimin e rrugëve me rëndësi të njëjtë. E sakta e pasakt? Po vish pak se halo se posh. Qëtash në qesin? E sakta e pasakt? E sakta e pasakt. E sakta e pasakt. Shenja e trafikut paralajmëron kryqëzimin e rrugëve me rëndësi të njëjtë. E sakta e pasakt? E sakt. E pasakt? Pse e pasakt? Se nuk është me rëndësi të njëjtë. Se me rëndësi të njëjtë është ai kryqi kështu. Ai kryqi kështu është me rëndësi të njëjtë, apo? E ra shpejt testit. E ra me shpejt testit, e kalova. 29 piki kam, diki 26 piki. Hajde. Tjetra, shenja e trafikut të regon ndaljen e obligueshme, e sakta e pasakt? E pasakt. E sakta, e sakta. Qa e ti vull. Okej. Tiki 29, une 32. Hajde, tjetra, shenja e trafikut të regon rrugën me përparësi kalimi. Po besoj, rruga cilën jemi është rruga në cilën kemi me u kyç ka përparësi kalime. Edhe që të mundet me pas vetëm lexojna do thot pyetjen 2 herë apo 3 herë të kuptojmë edhe përgjigjja veç është shenja e trafikut tregon rrugën me përparësi kalime. Rruga në cilën kemi me u kyç ka përparësi kalime. Rruga në cilën jemi po shenja trafikut thot këtë rast. Kjo shenjë apo dërgon që jemi në rrugë me përparësi kalime. Jo. Ato është e pasakt. E pasakt. Do të thonë është ai katrori. Se po vreti me u përgjigjëm, se so përgjigjëm. Po du me t'i kalëzu pyte. Po du me sfidu mua, në testin e njëjtë, po du me sfidu mua. 32 me 35, për mu. Okej. Shenja e trafikut të regon mbarimin e gjitha ndalesave. E sakt e pasakt? E sakt e pasakt? E pasakt. E pasakt. Ti që apo E pasakt. E pasakt. Zdo shenjë që thot mbarimin, është me atë vind, do thot diagonale, që aja të regon që është mbarim. Qashtu. Të më dhënë, kjo është aja që ndalon qarkullimin e gjitha mjetëve motorike, përveç motocikletave parimërkëjansore.
Edhe këmsorve. Normal. Okej. Hajde vetë 3 minuta i S'pe di kemi. sa i kena bo, për prap 3 pikë, dhe më thonë, Rrugë një kohë. sa i pikë bre i kena 8 bo, pikë më pak. minus 7. Ti e 4 pikë. Unë i kam 30, më hupi topi, ja pëshe. 30... Shenja trafiku të regon rrugën e një ka eksakt. E sakt, edhe më pëthëm. Është e sakt? Po, okej. 42 më do këtë i bon, atë i ki 39. Shenja trafiku të regon rrugën me 2 kahje televizjes, e sakt e pa sakt? E pasakt. E pa sakt. Okej. 15. 45 me 42. E kjo është e kërku ma herët. Si... Që e kjo? Përparësi Shenja kalimi, trafiku të regon rrugën me përparësi kalimi, e sakt, e pa sakt, e sakt, do më thonë. Okej? 48 me 45, po më do këtë jena. A ju lejohet këmsorve kalimi i rrugës si pas dritës në semafor? E sakt. Po, Po. s'ka e sakt, po. E që të vishë një pytje, nëse 51 është me biciklisti, 48. a ka drejt kalej në këtë dritë dhe çfarë mënyrë ka drejt kalej? Unë e di. Ciklistin këtë Po, në në qëtë këtë semafora, po. në zebrat borda, në Po dhe? vjetë borda. Po besoj që po, ajo. Ka Jo, drejt, s'ka drejt. ka drejt e kalej, por gjithmonë ju të ku ngasur bicikletën, po të shty bicikletën. Të më s'ka të drejt në të Dëmë thënë ka njëjtën. drejt kalej veç si këmsor, se biciklisti si e ka bicikletën anash edhe të jetës me ta, vlerësohet si këmsor, nuk vlerësohet si biciklisht. Po, kuptohet. Po dhe veç ashtu ka drejt me kalu. Dëmë thënë me shdrype Okej. biciklës edhe me kalu vend kalimin. Dëmë thënë sarë të sheni Do me thonë nëse biciklistin ti të e tu kalu e vëzit, shkel. nëse ti e tu vëzit edhe e shkel Po. ciklistin vijat borda, api bjan që dhaj ko faj edhe ti ki faja. Dytë fajtor. A ju lejohet këmsorve kalimi i rrugës si pas dritës semafor? Dëmë thënë Okej, po. distanca e sigurisë. 54 me 51 jena. Distanca e sigurisë nërmet mjeteve gjatë ngasis duhet të rritur dukshëm nëse rruga është e terur, E pasakt. e pasakt. Okej. Hajde, kemi 58 me edhe... 55. Hajde. Biciklisti duhet të ketë rrugë reflektuse apo ndonjë burim drite gjatë ngasjes në rrugë me dukshmëri të dobësuar, e sakt. E sakt. Edhe si komsor, kur është, do të thotë, në rrugë që janë të erta, do të ketë gjithmonë një shaj apo një simbol që të reflektimit. 62 me 59. Shoferi Shoferi lejohet lejohet ta ndalë veturën në vend kalim të këmbësorëve për arsye të bllokadës në trafik, e pasakt. e pasakt. Sa thash 52, 56 me 53. Jena që tash. Rruga ka 2 shirita të trafikut në një kat të lëvizjes, i lejohet e kalimi në këtë situatë, e sakt. E sakt. Edhe të kjo shpesh herë bojnë gabim kandidatët sepse nuk e lexojnë mirë pyetjen. Këtu thotë rruga ka 2 shirita. Edhe shembull po e marr nëse është qaf malli që nuk vret rruga, nëse është normal me 1 shirit nuk kitet drejt, po nëse është me 2 shirita kitet drejt sepse është rrugë nikahore, në rrugën nikahore do të pse 2 shirita nuk ka mjete që vinë përballë. Po, normalisht. Tash, momentalisht jemi 70 me 67, po më duket. Veç njerëz diferencë është me 7. 66, se 4 pikë nëse i ka një pyetje. Jo, ka edhe me 3 pikë, që ka patë edhe pyetje me 3 pikë. Ato s'ka shtu Me 60 me 70 me 67 jena që tash momentalisht. Okej, 10 pyetje të ardhshme i vazhdojmë të hanën e ardhshme kur vjen lavdimi prap këtu prej autoshkollës Qendra, shikuesdar, shton e gjeni autoshkollën Qendra në Facebook, e shkruani ka krejt kategoritë dhe është e vetmi autoshkollë në Kosovë që ka shleper tamon. Të më thonë, jo kamion me rimorkjo, po tamon shleper. I kemi kalzu dhe do ditë ma herët, para do jave, i kemi kalzu dalimin me shleperit edhe kamionit. Do më thonë, për gjitha kategorit, tamon që duhet mundin me marë leje në autoshkollër. Unë që tash bile kismet, kena mi bodhe dëstore për me provu mas pari me vëzit kamion, edhe me marë leje në kamionit. Shikuesdashtë na e falenderojmë autoshkollën Qendra, Telkosin, edhe